Një nga një po vazhdon numërimi i votave. Në këtë mënyrë ka nisur të zbardhet edhe përbërja e re e Kuvendit të Kosovës. Në krahasim me legjislaturën e fundit, në të ardhshmen duket se do të hyjnë disa emra të rinj e shumë të vjetër pritet të mbesin jashtë. Me këtë rand të numërimit pa votat e diasporës, lëvizja vetëvendosje pritet të ketë 48 ulse në parlament. Nga hera kaluar, sipas rezultateve aktuale, duket se jashtë Kuvendit do të mbesin emra si Artan Abrashi, Sali Zyba, Fjolla Ojkani, Fitim Haziri, Vigan Qorolli e Naim Bardiqi. Bashkë me ta mund të jenë edhe Egzon Azemi, Bylbyl Sokoli, Rozeta Hajdari, Fatos Geci e Enver Dugolli. Ndërkaq ulsen në Kuvend për herë të parë pritet të sigurojë Hoxha Osman Musliu, ish gazetari Arton Konushevci, aktori Armend Baloku, si dhe krenare Qerkini. Megjithatë, renditja mund të ndryshojë pas numërimit të votave të diasporës. Nga rezultatet preliminare, Partia Demokratike e Kosovës pritet të ketë 24 ulse. Në përbërjen e re të PDK-s në Kuvend, të paktën tash për tash, duket se do të jetë doktori Adriatik Berisha. E në Kuvend pritet të rikthehet edhe doktori tjetër Bekim Haxhiu. Jashtë Kuvendit, sipas numërimit të deritanishëm, do të mbesin Ariana Musliu Shoshi, Rashid Qalaj, Arbnore Salihu e Najt Hasani. Ndryshime të rëndësishme në përbërjen e re në Kuvend do të ketë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për dallim nga 28 dhjetori, brenda parlamentit do të jenë disa nga emrat që u bashkuan së fundmi partisë. Ndërta edhe bartësja e listës Vjosa Osmani si dhe Albena Reshitaj e Jeta Statovci. Ndryshe nga to Haxhi Avdyli duket se do të mbetet jashtë Kuvendit. Fatën e njëjtë pritet ta ketë edhe Adelina Thaçi Meta. Situata krejt ndryshe është në Aleancë. Ndryshe nga legjislatura e kaluar, në terren Aleanca pritet të përfaqësohet nga 8 deputet. Ramush Haradinajt, Besnik Tahirit, Bek Berishës, Time Kadriajt e Albana Bytyqit pritet të bashkohet të paktën edhe Burim Ramadani e Agim Qeku. Renditja përfundimtare do të përcaktohet pas numërimit të votave të diasporës. Këtë tim shkon vetëm 17 shkon. Si më shkon?